them, sepse për Shqipërinë ka dhënë goxha. Sidomos ne, si popull që na u mohua 50 vjet feja, ishte shumë e vështirë të punoje me njerëzit për të filluar që të besonin diku. Dhe them se ka bërë goxha, do i mungoj goxha kishës ortodokse. Si njeri ka qenë shumë i zgjuar, shumë bamirës, ka bërë shumë bamirësi me fjalë, ka ndihmuar shumë popullin shqiptar. Sot e kësaj dite në të gjithë Tiranën ka shumë njerëz që janë të strehuar nga ana e tij, njerëz të varfër, njerëz që s'kan shtëpi, njerëz që jetojnë me fjalë në sajt ndihmës së tij. Ai ndihmonte gjithmonë, me të gjitha mundësitë që kishte nga fondet e kishës, të varfërit që ishin pa strehim, që ishin pa ushqim, i kanë ndihmuar gjithmonë. Καθήκον θλιβερών μας συνεκέντρωσε σήμερον εις την αλβανικήν πρωτεύουσα. Ο Μέγας Θήλος της Një detyrë e dhimbshme na ka mbledhur sot në kryeqytetin e Shqipërisë. Shtylla e madhe e kishës ortodokse në Shqipëri ka rënë. Kryepiskopi i Tiranës, Durrësi dhe i gjithë Shqipërisë, Anastasi, ka ndëruar jetë më Zotin. Edhe pse mosha e tij e madhe dhe përkeqësimi i shëndetit na kishin përgatitur për fundin e tij të afërt në këtë jetë tokësore, humbja e një ati shpirtëror dhe udhëheqësi të tillë kishtar shkakton një dhimbje të thellë njerëzore. Anastasi ishte shërbëtori i mrekullisë i ngjalljes nga të vdekurit të kishës ortodokse në Shqipëri, pas natës së errët dhe të zymtë të ateizmit të organizuar dhe pas persekutimit të madh që regjimi ateist i bëri të krishterëve. Μετά την μεγάλη και σκοτεινή νύχτα της στρατευωμένης αθείας, μετά των μέγαν διωγμών των χριστιανών από μέρους αντιθέου καθεστώτος. Duke nderuar veprën e këtij njeriu të madh, ne nderojmë veten tonë, kishën tonë dhe vendin tonë. Veprat e tij do ta ndjekin atë pas mbretërisë së përjetshme të Krishtit. Kryepiskopi i ndjer i Tiranës, Durrësi dhe i gjithë Shqipërisë, nga viti 1992 deri në vitin 2025, Anastasi Anullatos ishte profesor emeritus i Universitetit Kombëtar Kapodistrian të Athinës. Nga viti 1991 deri në vitin 2024 dhe anëtar nderi i Akademisë së Athinës nga viti 2005 deri në vitin 2024. Doktor nderi i teologjisë dhe i filozofisë nga 19 universitete, fakultete ose deguniversitare në Greqi, SBA, Qipro, Rumani, Gjeorgji, Shqipëri, Itali e të tjerë. Anëtar nderi i Senatit të Akademisë Europiane të Shkencave dhe Arteve në Austri, nga viti 2019 deri në 2024. President nderi i Konferencës Botërore të Feve për Paqen, nga viti 2006 deri në vitin 2024. Profesor nderi i Departamentit të Administrimit të Biznesit të Universitetit të Atikës Perëndimore, nga viti 2020 në 2024.
Lindi më 4 nëntor të vitit 1929 në Pire. Ka qenë student i shkëlqyer dhe doktor i Fakultetit Teologjik të Universitetit të Athinës. Studioi historinë e feve, misionarizëm dhe etnologji në universitetet e Hamburgut dhe Marburgut në Gjermani, si bursist pas universitar i Institutit Alexander von Humboldt. Fliste anglisht, frëngjisht, gjermanisht, lexonte në latinisht, italisht, spanjisht dhe shqip. Profesor i historisë së feve në Universitetin e Athinës nga viti 1972 deri në vitin 1991. Dekan i Fakultetit Teologjik nga viti 1982 deri në vitin 1986 dhe anëtar korrespondent i Akademisë së Athinës nga viti 1993 deri në vitin 2005. Studioi fetë ndryshme në vendet ku ato lulëzuan. Studioi besimin afrikan me mision kërkimor në Ugandë në vitin 1967 dhe me udhëtime në Nigeri, Kamerun, Gan, Kenya, Tanzani. Vizitoi disa herë Indinë, udhëtoi në vendet budiste, Tajland, Ceylon, Sri Lanka, Myanmar, Kore, Japoni, Kin. Studioi taoizmin dhe konfucianizmin në Singapur, Taipei, Hong Kong dhe Kin, si dhe islamin me udhëtime në Liban, Siri, Jordani, Egjipt, Turqi, Pakistan, Afrikën Perëndimore, Iran dhe qëndrimin në Shqipëri nga viti 1991 deri në vitin 2024. Është autori 24 librave, kërkime në fushën e feve, ese misionare e të tjerë dhe mbi 240 studime dhe artikujve teologjik dhe fetar. Veprat e tij janë përkthyer në 17 gjuhë. U hirotoniz dhjak në vitin 1960, prift në vitin 1964 dhe episkopi Andruzës në vitin 1972 për pozicionin e drejtorit të përgjithshëm të shërbimit apostolik të Kishës së Greqisë nga viti 1972 deri në vitin 1991. Luajti rol parësor në ringjalljen bashkohore të misionarizmit ortodoks të jashtëm. Si kryepiskop mëkëmbës i Mitropolisë së Irinopolit, Kenya, Tanzani, Ugandë, gjatë periudhës 1981-1990, zhvilloi veprimtari të gjerë misionare dhe sociale. U njoh si bamirës i madh i patriarkanës së Aleksandrisë në vitin 2009. Besoj se çështja e hieroapostolisë, misionarizmit lidhet drejt për së drejti me vetë ndërgjegjësimin ton kishtar të drejtë. Nuk është thjesht një veprimtari praktike e shprehur së jashtëmi, por një qëndrim i drejtë i brendësisë son që të jetojmë drejt dhe sakt ortodoksin ton. Prandaj, herë pas here, përsërisë indiferenca për hierapostolin, misionarizmin, përfundimisht do të thotë mohim i vetë ortodoksisë. Me këtë, nuk nënkuptoj se do të duhet të gjithë të merren me misionarizëm, por thjesht si kish, si një bashkësi e tërë, nuk mund ta injorojmë këtë çështje apo të jemi indiferent për të. Ekzistojnë shumë mënyra që dikush të marrë pjesë në këtë përpjekje, sikurse mbështetja menjëherë dhe drejt për drejt në programe konkrete të shëndetit, të arsimit, zhvillimit shoqëror me anë të lutjes, me pjesëmarrjen dhe nxitjen e interesit dhe me kontributin e shumëllojshëm social. Meqense jemi në periudhën paskale, do të duhet të theksohet se sensibiliteti për hierapostolin, misionarizmin, lidhet drejt për së drejti me ngjalljen. Urdhëresa, porosia e fundit e Krishtit, shkoni dhe i mësoni të gjithë kombet, është në mënyrë të veçantë ngjallësore. Me këtë vuloset gjithë ungjilli. Pas ngjalljes, nuk ju lejohet më apostujve të kufizohen brenda kufive të Izraelit. Pra, shkoni, ju thot Krishti, dhe bëni dishepuj nxënësit e mi në të gjithë kombet. Si rrjedhoj, përbë një dobësi të rëndë për ne ortodoksët, që nga njëra anë të themi dhe këmbëngullim se jemi në mënyrë të veçantë kisha e ngjalljes dhe e Pendikostis, dhe nga ana tjetër të qëndrojmë të mbyllur në dhomat e ngurimit dhe hezitimit në lidhje me përgjegjësinë tonë ekumenike mbar botërore dhe të adoptojmë në praktik një mentalitet lokalist dhe taktik.
Nuk është e mundur një kishë të mojë konsekuenca që burojnë menjëherë pas ngjalljes dhe pendikostis dhe të kapërcimit të kufive. Prandaj dhe thash në fillim se çështja e hierapostolis, misionarizmit, lidhet me vetë ndërgjegjësimin ton teologjik dhe ekleziastik. Si kryepeshkopi i Shqipërisë, nga viti 1992 deri në 2024, arriti pavarësisht vështirësive të mëdha të rindërtonte nga gërmadha të Kishën Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë, që ishte shpërbër për 23 vjet, duke zhvilluar veprimtari të shumanshme në fushat e shëndetësisë, arsimit, përkujdesjes sociale, zhvillimit rural, mjedisit dhe kulturës. Thënia e tij tashmë proverbiale, Perëndia nuk do të na braktis, ka përhapur besim dhe shpresë të këtij gjithë besimtarët, duke i frymëzuar ata në çdo hap të rrugës shpirtërore. Ai dhuroi kishës son gjithçka që kishte. Pasurinë e tij të pazakontë shpirtërore dhe intelektuale, diturinë dhe urtësinë, mendimin e pjekur dhe të kthjellët, përkujdesin plot dashuri të një bariu shpirtëror dhe përkushtimin e palëkundur të një krishteri të ndërgjegjshëm për të tashmen dhe të ardhmen e njerëzimit. Në vitin 2000, pas propozimit të 33 anëtarëve të rregullt të Akademisë së Athinës dhe shumë personaliteteve nga Shqipëria, ishte kandidat për çmimin Nobel për paqen. Ka shërbyer në pozicione të shquara në organizma ndërkombëtar, si anëtar i Komitetit Teologjik, dialogu me njerëz të besimeve dhe ideologjive të tjera, nga viti 1975 në vitin 1983. Presidenti i Komitetit për Misionarizmin dhe Ungjillëzimin Botëror nga 1984 në vitin 1991. Anëtar i Këshillit Evropian të udhëheqësve fetar nga viti 2001 në vitin 2012. Zëvendës presidenti i Asamblesë së Kishave Europiane nga viti 2003 në vitin 2009. Presidenti i Këshillit Botëror të Kishave nga viti 2006 në vitin 2013. Ka qenë nderuar me 30 çmime dhe dekorata, vlerësime nga vende dhe kisha ortodokse të ndryshme, ndër të cilat kryqin e madh të urdhrit të nderit të Republikës së Greqisë në vitin 1997. Çmimin Athenagoras për të drejtat e njeriut në New York në vitin 2001. Çmimin për veprimtari të shquar për unitetin e kombeve ortodokse në Moskë në vitin 2006. Dekoratën më të lartë të Republikës së Shqipërisë, Gjergj Kastriot Skënderbeu. Çmimin Klaus Hemerl në Gjermani në vitin 2020. Kontributi i kryepeshkopit Anastas në shkencën e historisë së feve, dëshminë e krishterë bashkohore, afrimin ndërkrishterë, dialogun ndërfetar dhe bashkëekzistencën paqësore të popujve dhe feve, është e njohur ndërkombëtarisht. Όταν το καθεστώς αυτό κατέρευσε και εφάνει δυνατή η ανασυγκρότηση Kur ai regjim ra dhe u krijua mundësia për rindërtimin e kishës këtu, kisha e shenjtë të mëm patriarkana e Konstantinopolës nisi kërkimin për një burr të pajisur me cilësi të veçanta, i cili do të mund të merrte përsipër shpëtimin e anijes së tronditur nga stuhit. Ky burr duhej të mishëronte virtytin, zgjuarsinë, vendosmërinë, shpirtin luftarak, punën e palodhur, zgjuarsinë diplomatike, njohjen ndërkombëtare nëse ishte e mundur, besimin e palëkundur në misionin e shenjtë, përkushtimin ndaj traditave të shenjta dhe dashurinë për popullin e vuajtur të Zotit. Të gjitha këto cilësi i gjetëm tek mitropoliti i atëhershëm titullar i Andrusës, një njeri i dalluar që kishte ndritur në misionin e tij në Afrikë dhe që kishte fituar një emër të respektuar në botën akademike. Me përkushtimin dhe urtësinë e tij, ai është bërë një figurë e spikatur dhe e respektuar në kishë, në mënyrën më të mirë të mundshme. μαρτυρίαν του και ακαδημαϊκήν επιφάνειαν ού την τυχούσαν είχε και κατά των καλύτερων τρόπων είχε συστήσει τον εαυτόν του εις την Εκκλησίαν. Në vitin 2025, mbushen 33 vjet nga ringritja e kishës ortodokse autoqefale të Shqipërisë, me zgjedhjen më 24 qershor të vitit 1992 të profesor doktor Anastasit, kryepeshkop të Tiranës, Durrësit dhe të gjithë Shqipërisë. Vendimi u mor me kërkesë të delegacionit të kishës së Shqipërisë nga Patriarkana Egumenike, e cila e kishte dhënë në vitin 1937 autoqefalin kishës son.
Zgjedhjesi parapriu një vit përpjekjesh hier apostolike nga profesor doktor Anastasi, i cili mbërriti në Tiranë në korrik të vitit 1991 si eksark patriarkal. Το 1991 το Οικουμενικόν Πατριαρχείον ενδιοφιλετική μερίμνη του υπερπασών των εμπεριστάτων εκκλησιών Në vitin 1991, Patriarkana Ekumenike, duke përmbushur detyrimin e saj për të kujdesur për të gjitha kishat në vështirësi, e thiri kryepiskopin e Ndjer Anastas dhe e dërgoi në Shqipëri si eksark patriarkal për të vendosur themelet të reja dhe për të sjellë mesazhin e ringjalljes tek populli i vuajtur ortodoks i këtij vendi. Pas një viti e gjysmë, si kishte dëshmuar punë të shkëlqyera në ringjalljen e kishës, më 24 qershor 1992, ai u zgjodh dhe u vendos kryepiskop i Tiranës, Durrësit dhe i gjithë Shqipërisë. Përndjekja ateiste kundër kishës ortodokse autoqefale të Shqipërisë gjatë periudhës komuniste ndahet në dy faza. Në fazën e parë, në vitin 1944 deri në vitin 1967, përmes metodës së njohur që u përdor në Rusi dhe në Europën juglindore, ndërsa në fazën e dytë nga viti 1967 deri 1990, duke e shpallur Shqipërinë me kushtetut, vend ateist dhe duke ndaluar plotësisht çdo shprehje fetare. Në vitin 1990, kisha e Shqipërisë ishte shpërbër plotësisht. 33 vite më vonë, kisha jonë është ringritur plotësisht. Gjatë gjithë kësaj periudhe, përmes nismave të shumëllojshme sociale, ajo forcoi besimin, dashurinë dhe shpresën, duke dhënë ndihmës vendimtare si në përparimin e ortodoksëve, ashtu edhe të shoqërisë shqiptare në tërësi. Shumë njerëz brenda Shqipërisë dhe jashtë Shqipërisë e quanin kishën e Shqipërisë si Elisabete, shterp, e pamundur që të sjellë në dritë një kishë të lullëzuar, por lindi Elisabeta se ishte dëshira e Perëndisë. Edhe kisha e Shqipërisë lindi një djalë, një kryepiskop me emër Anastasi. Shumë njerëz në ngjarjen e Elisabetës mbetën të shtangur, pa gojë. Të tjerët flisnin gjërat të përqarta, gjithashtu dhe të tjerët si që e shënon ungjëllori Shëndukaj, lavdëronin Perëndinë. Ne të gjithë së bashku gjatë kësaj periudhe kemi bashkuar lutjet tona ndaj Perëndisë për një adhurim të vërtetë, shpresëtare dhe shpirtërore. Kemi falënderuar Zotin i Madh, si ata njerëz të asaj kohe, që prisnin pararëndësin, ashtu edhe ne, ngritmë zërat, kush me forcë dhe kush me avash, për të lavdëruar Zotin, për ta falënderuar për bekimin e madh që na dha në personin e kryepiskopit ton Anastasi, i cili mbajti premtimin e tij përpara 15 vjetë, që do të ngrej një kuadrë priftërinjt
hierarkët shqiptar të përgatitur të shërbej kishën këtu, edhe atë premtin e kam mbajtur në maksimum. Ne në emrin tuaj shprehim urimet, përgëzimet dhe falenderimet ndaj fortlumtërisë për punën e tij të kryer, për sakrificën e tij, për shembullin e tij, për punën dhe lodhjen e tij, për të ngritur këtë kishë. Do t'ju rrëfej një sekret. Atje në Greqi, më kanë treguar njerëz që kanë qenë afër kryepiskopit të atëhershëm të Athinës, kur u vendos që kryepiskopi Anastas do vinë në Shqipëri. Dhe ai, skeptik për misionin e pamundur të ringjalljes së Krishtit të kishës ortodokse në Shqipëri, tha, po shko Anastasi atje, tha, po, o ka për vdek nga smundit, tha, o do të hanë ata atje. Kuptimi që do dështoj, nuk do bëj asgjë. Sfidat, problemet, tundimi që ai do hasi, do bëj që ai ta mbylli për 2-3 vjet misionin e tij. Pra, ai që e njifte nga afër, që e kishte dorëzuar Peshkop, i duke pa mundur misioni i ngjalljes së kishës ortodokse autogjefalit Shqipërisë. Imagjinoni çfarë sfidash ka pasur Peshkop. Dhe i thash atij njeriu, i thash, do të them 2 fjalë, thash, nuk do bëj analizë se pse e ka thënë ato fjalë. Por ata që mendojnë kështu, i thash, duhet dini diçka. Që kryepiskopi Anastas nuk erdhi për turizëm në Shqipëri, thash. Po e solli Krishti, që të ngjalli kishën e tij. Dhe prandaj ai e ngjalli, sepse Krishti banonte në zemrën e tij. Ai e besonte me gjithë shpirt Krishtin e ngjallur. E filloi fjalën e parë që tha ke kisha ungjillizimit kur erdhi, ditën e parë, tha Krishti u ngjall, ditën e mirë. Mos keni frikë. Krishti u ngjall. Fjalët e fundit që tha shtratin e sëmundjes atje, fjalët e fundit që kanë dëgjuar ata që kanë aty. Ditën e mirë, Krishti u ngjall. Sepse ai ishte jo vetëm që kishte emrin Anastas, që o thot ngjalli. Ai besonte me gjithë shpirt Krishtin e ngjallur. Dhe gjithë jeta e tij ishte një kryqëzim dhe një ngjallje. Kam pas rast që kanë folur nga afër për Peshkopin, tha ditën që u zgjodha nga patriarkana për kryepiskop të Shqipërisë, hapa ungjilli u hap tek e premtja e Zezë, tek kryqëzimi i Krishtit. Dhe gjithë misioni i tij kaloi nëpërmjet kryqit edhe ngjalljes. Dhe ja doli. Po ta shikoni në kohën që do vinë, në ditën që do vinë, se sa i madh do jetë hiri që Zoti ka falë atij njeriu. Ditën e varrimit jam mrekulluar. Kam pas përjetimin më të jashtëzakonshëm gjithë jetës sime. Nuk e shpjegoj dot me fjalë, nuk e di se çka ndier zemra ime në ato momente. Në të njëjtën kohë ndjej edhe dhimbje, që ajo nda nga ne. Në të njëjtën kohë ndjej edhe gëzim. Se ai arriti dhe e fitoi betejën me botën. E meritoi mbretërinë e Zotit. Dhe jam 1000% i sigurt që tani është në banesë dhe drejtë. Është në përqafimin e Zotit, në shtëpinë e Atit atij. I gatshëm të ndërmjetësoj për të gjithë neve të krishterë ortodoksë. Është një thesar i jashtëzakonshëm që na fali Perëndia. Dhe me jetën e tij
Na ka folur dhe vazhdon të na flasë. Duhet vetëm ta dëgjojmë zërin dhe mos ta ngurtësojmë zemrën. Ato fjalët që i thoshte vazhdimisht. Mos kini frikë. Nuk do të na braktisë Perëndia. Me këtë lejtmotiv të vazhdojmë në guxim përpara jetën tonë shpirtërore. Unë e njoh kryepeshkopin prej 31 vitesh. E kam qenë pranë gjatë gjithë kësaj periudhe. Dhe në fillim, mbaj mend dikush në Greqi më tha këtë fjalë. Na keni marrë më të mirin. E sot do doja t'ju them çfarë i thash dhe atij. Padyshim që më të mirin nuk e morëm ne, po e dërgoi Perëndia, sepse shkatërrimi i kishës në Shqipëri mund të realizohej vetëm nga i miri. Zoti zgjodhi një person i cili kishte talente të shumëfishta, sepse dhe sfidat në këtë vend në atë kohë ishin të shumëfishta. Zgjodhi një njeri i cili kishte një besim të madh tek Zoti dhe një kuraje shumë të madhe. Gjatë gjithë viteve të vështira, në të gjithë situatat e vështira, na inkurajonte dhe na thonte gjithmonë këtë fjalë: Perëndia nuk do na braktisë. E këto fjalë vijnë nga një besim shumë i madh. Ai e donte Zotin dhe Perëndin me gjithë jetën e tij. I tregoi gjithmonë njerëzve për të ilustruar një episod nga Ungjilli. Përpara se Zoti t'i ngarkonte Shën Pjetrit një detyrë për të kulloqur grigjen, i bën një pyetje dhe i thot: Simoni biri Jonait, a më do më shumë se këta të tjerët? E mbasi i përgjigjet po, i thot: kullot delet e mia, sepse vetëm njerëzit që duan Perëndin do i duan edhe njerëzit e tjerë. E do përpiqen që ti drejtojnë në rrugën e drejtë. Një bari i mirë dhe i vërtet i kishës është një bari që e do Perëndin me gjithë fuqinë e shpirtit të tij. Prandaj dhe Perëndia zgjodhi më të mirin për ta sjellë këtu për i ndërtuar kishën tonë. Kryepeshkopi, përveç veprës të madhe të ringritjes, dhe dua ta përsëris këtë, ka përhapur një frym të mirë, një frym për respektin e gjithë secilit, kushdo qoftë ai njeri. E kjo tregon një thellësi të madhe shpirtërore, sepse vetëm njerëzit që janë shpirtërisht të fuqishëm arrin të dallojnë ikonën e Perëndis në çdo qenie njerëzore. A nëse ne do dallojmë ikonën e Perëndis tek çdo njeri, do kemi respekt e do e duam atë. Prandaj kjo frym e dashurisë për të gjithë njerëzit është shumë e rëndësishme, sidomos në vendin tonë, një vend në të cilin jetojmë me besime të ndryshme edhe me ideologjira të ndryshme. Duke respektuar çdo njeri, ne respektojmë dhe Perëndin, i cili i ka krijuar të gjithë sipas ikonës së tij. Prandaj dhe Perëndia dërgoi më të mirin, sepse vetëm i miri mund të rindërtonte këtë kishë. Ξέρετε πόσο αγάπησε τον λαό με τον οποίο έζησε πάνω από 30 χρόνια. Τον λαό της Αλβανίας, της χώρας που έγινε δεύτερη πατρίδα του. Ju e dini se sa shumë e deshi popullin. Ju e dini se sa shumë e deshi popullin me të cilin jetoi për më shumë se 30 vjet. Popullin e Shqipërisë, të vendit që u bë dheu i tij i dytë. Δεν είναι τυχαίο ότι σήμερα τον θρηνούν Έλληνες και Αλβανοί, αλλά παντού. Nuk është rastësi pra që sot e vajtojnë si grekët, ashtu edhe shqiptarët, por dhe njerëzit kudo në botë, pavarësisht fesë apo kombësisë. Kryepeshkopi ishte gjithmonë një urmësie me dy popujve dhe një allë komunikimi mes dy shteteve. Ασφαλώς, η ποιμαντορία του δεν υπήρξε ανέφελος. Εν μέσω συμπληγάδων εχώρη πάντοτε και επί ξηρού ακμής επορεύεται. Sigurisht, shërbesa e tij baritore nuk ishte pa fortuna. Ai u udhëhoqi kishën në rrugë të ngushta dhe përmes sfidave të mëdha, duke ecur shpeshherë në tehun e shpatës. Megjithatë, ai zotëronte hirin për të zgjedhur bashkëpunëtorët e duhur, për të hapur shtigje aty ku duhej dhe ku dukej se çdo rrugë ishte e mbyllur, dhe për të gjetur burimet e nevojshme për ringjalljen e kishës nga hiri. Kishat, manastiret, shkollat, seminarit teologjik dhe klerikal,
spitalet dhe institucionet e tjera në shërbim të komunitetit janë vetëm disa nga arritjet e shumta të tij. Nga natyra ishte i ëmbël dhe i butë, i durueshëm aty ku duhej, por i patundur dhe i palëkundur aty ku interesi i kishës e kërkonte. Si diplomat me aftësi të ralla, a i dinte të lëmonte gjëmbat, të shmangte konfliktet, të shëronte plagët, të formonte shpirtra dhe të ndërtonte kishën në përputhje me vullnetin hynor. Prandaj, me plot të drejtë, mund të quhet diplomati i dashurisë. Një mision që ai e përmbushi me maturi dhe ndërgjegje, por edhe me një vendosmëri të palëkundur. Sono molto contento di ricordare la figura dell'arcivescovo Anastasio. Jam shumë i gëzuar të kujtoj figurën e kryepiskopit Anastas. E njihja prej më shumë se 30 vitesh, që kur erdhi në Shqipëri, edhe pse për famën e tij kisha dëgjuar më herët, si një njeri, si një studiues i religioneve, një personalitet i interesuar për dialogun dhe thellimin. Sepse, për Anastasin, të krishterët nuk ishin të izoluar në botë. Për Anastasin, kisha orthodokse nuk ishte e izoluar në botë, por duhej të shihte dhe të kuptonte realitetin. Unë e kam njohur Shqipërinë e viteve 80, izolimin e një vendi nën diktaturë, një vend të cilit diktatura i kishte mbyllur madje edhe qiellin, i kishte ndaluar hapësirën e besimit. Të gjitha besimet, si ai ortodoks, katolik, islam, bektashi, kanë vuajtur shumë nën diktaturën komuniste. Kishat dhe religionet ishin të shkatruara dhe Anastasi erdhi me eksperiencën e tij si një njeri universal. Po, kryepiskopi Anastas është grek, ka lindur në Greqi, ka studiuar në Greqi, i përkiste kishës greke dhe është me kulturë greke. Por ai është një njeri universal, vërtet i pa kufi, ikumenikos anthropos, një njeri ekumenik. È arrivato in Albania con la missione del patriarcato ecumenico di fare qualcosa. Ai erdhi në Shqipëri me mision nga patriarkana ekumenike për të bërë diçka për këtë kishë të mirë të rënuar. Por të gjithë e konsideronin një të huaj, thuajse një kolonizator të fesë në emër të vlerave të greqizimit. Por Anastasi nuk ishte ky. Anastasi ishte njeriu i ngjalljes. Edhe pse i madh në moshë, 60 vjeç, unë jam dëshmitar i shumë takimeve ku ai tregonte se sa i deshi shqiptarët, ata të vuajturit, të plagosurit e diktaturës, të rinj shqiptar që donin një jetë ndryshe, sa e deshi tokën, panoramën, Tiranën, qytetet e Shqipërisë, si u përfshi të rësisht me njerëzit e tij. Come ha amato la terra, il panorama, come ha amato Tirana, le città dell'Albania, come s'è immedesimato con la sua gente. E in fondo fui coinvolto un poco nella concessione della cittadinanza albanese a Anastasio e per lui quella cittadinanza albanese era importante non perché avesse bisogno di un passaporto, ma perché il suo nome ormai era Anastasio d'Albania. Anastasio përfshi edhe në marrjen e nënshtetësisë shqiptare, sepse për të, nënshtetësia shqiptare ishte e rëndësishme, jo sepse kishte nevojë për pasaport, por sepse tashmë emri i tij ishte Anastasi i Shqipërisë, sepse ishte bërë shqiptar me shqiptarët, duke ndjerë dhimbjet e tyre, gëzimet e tyre, pritjet e tyre. Kisha ortodokse e Shqipërisë u ngjall. Ky intelektual, ky shërbestar, si mësonte Anastasi dhe si mësoi shumë priftërinj, madje edhe peshkop shqiptar, se si të celebronin liturgjinë hynore me dinjitet, thjeshtësi, besim dhe solemnitet. Ky intelektual, ky shërbestar, ky njeri i lutjes intensive, u bë edhe inxhinier, arkitekt, projektues, një njeri që tregoi aftësi të jashtëzakonshme ekonomike. Nxori në pah diçka që nuk ja njihnim, një sens konkret,
një konkretësi të lirë, të cilën vetëm një njeri shpirtëror mund ta ketë. Uno spirituale può avere. E a più di 60 anni si è fatto Dhe mbi 60 vjeç u bë murator dhe pastor në të njëjtën kohë, meshtar dhe predikues, dhe pastaj edhe pelegrim për kishën, në për rrugët e Shqipërisë, të cilat në vitet 90 ishin në vështirësi. Dhe ai, edhe pse i sëmur, në fizikun e tij nuk u kursye. Segnato nel fisico già malato, non si è risparmiato. Ekzistojnë imazhe të cilat dhe unë vet i kam parë në katedralen e vjetër, atë të cilën Enver Hoxha u dha ortodoksëve dhe pastaj u mori sërish, me një ëmbëlsi të jashtëzakonshme. Kujtoj fytyrat e të krishterëve ortodoks që kishin dalë nga persekutimi, që shikonin drejt atij që ishte kryetari i komunitetit, një teolog i laikëve me gëzim. Ishte pastori i tyre që do t'i çonte drejt ngjalljes. E Anastasio è stato l'uomo della resurrezione, della Pasqua della Chiesa ortodossa albanese dopo un lunghissimo venerdì santo per tutti, laici, preti, monaci. Però non è stato solo l'uomo del passaggio dal passato al presente. Anastasi ishte njeriu i ngjalljes, i pashkës së kishës ortodokse shqiptare pas një të premteje të madhe të gjatë, shumë të gjatë për të gjithë, për laikët, priftërinjt dhe murgjërit. Por ai nuk ishte thjesht njeriu i kalimit nga e shkuara në të tashmen. Anastasi shikonte të ardhmen, dhe duke parë të ardhmen, ky njeri tashmë i rënduar nga vitet nuk ishte i lodhur. Kishte kufizimet, por edhe entuziazmin dhe vizionin e një të riu, thuaj se sikur nuk do të vdiste kur, sepse e dinte që kisha e tij nuk do të vdiste kur, e dinte që Shqipëria kishte një të ardhme dhe ai do të donte të ishte pjesë e saj, i hapur me të gjithë, me katolikët, me muslimanët, me bektashint. Ai ishte me të vërtet një udhëheqës shpirtëror nacional shqiptar. Ma non solo albanese. Nel mondo ortodosso la sua posizione per la unità e la comunione. Por jo vetëm shqiptar. Në botën ortodokse, pozicioni i tij për bashkim dhe kungim ishte i njohur edhe në vështirësitë aktuale ndërmjet Konstantinopolës dhe Moskës. Para 2 vitesh më thoshte, unë kam 2 vite përpara, më thoni ju çfarë mund të bëj për unitetin e kishës? Si mund të jap më shumë? Ngrinte pyetje. Donte të bënte akoma. Dhe pjesëmarrja e shumë njerëzve në funeralin e tij ishte një moment i madh i unitetit të kishave të krishtera dhe i unitetit të Shqipërisë, por edhe i një bote të gjerë të grave dhe burrave të vullnetit të mirë. Ishte një edukator i madh për popullin e tij. Unë kam njohur komunitete shqiptarësh, kam njohur priftërinj shqiptar, kam parë të rinj e të rritur të përfshirë në liturgji, në lutje, me një edukim biblik të thellë, sepse Anastasi, që në rinin e tij ishte rritur me shkollën e Biblës, me shkollën e etërve dhe me shkollën e liturgjisë. Rënjët e tij shtrieshin në krishtërimin e shekujve të parë, dhe megjithatë, ai ishte një njeri i një moderniteti të madh. Le sue radici affondavano nel cristianesimo dei primi secoli, eppure era un uomo di grande modernità, vorrei dire un vero cristiano, un cristiano sapiente nel mondo globale, in cui le nazioni hanno un loro spazio. Do të thoja një krishter i vërtet, një krishter i ditur në botën globale, në të cilën shtetet kanë hapësirën e tyre dhe në të cilën kisha ka mesazhin e paqes. Me sa entuziazëm mori pjesë në sinodin e Kretës, pavarësisht vështirësive, si më priste, dhe tani dua të bëj një dëshmi personale.
che interesse aveva la conversazione e senso dei rapporti personali. Çdo herë më priste me një dashuri të madhe, duke më shoqëruar deri në fund të shkallëve ku largohesha deri tek makina. Sa interes kishin bisedat në drejtimin e raportit personal. Ne të Sant'Egidios, që e kemi pritur këtu në Sant'Egidio, e kujtojmë si një mik. Për më tepër do të thoja si një atë dhe si një profet. Me Anastasin, vdes lideri i fundit i madh ortodoks që ka njohur luftën e dytë botërore dhe që ka kuptuar atë që tha patriarku i madh Athinagora i parë i Konstantinopojës. Kishat motra, popujt vëllezër. Anastasi më mësoi se e kundërta e paqes nuk është lufta, por egoizmi, sepse lufta fillon nga egoizmi personal, familjar, kombëtar, i kishës dhe i religionit. Unë përshëndes me shumë dashuri kujtimin e bekuar dhe të përjetshëm të këtij lideri të madh të krishterë. Dhe e di se kisha e Shqipërisë do ta ruaj dhe do të jap frytet e trashëgimisë së tij. Shpreh dhimbjen time, por edhe krenarim personale ta kem njohur si mik më i ri, një njeri si kryepiskopi Anastas, Anastasi i Shqipërisë. Por që në fundit ai vetë e dëshmoi në 33 vjet dhe e dëshmon edhe sot, me trupin që la këtu, në tokën e Shqipërisë, i cili me kërkesën e tij do të varroset pikërisht në këtë katedrale dhe ngjalljes Krishtit, siç ai e quajti katedralen dhe siç ngjallje kishte edhe vet kuptimin e emrit të tij. Kësaj në këtë ditë të mbylljes së ciklit të një jete kushtuar ngjalljes, duhet thënë pa far dyshimi se në përmasën e vetme që ati interesonte, atë të fesë, Anastasi erdhi mes nesh 33 vjet më parë si një prift nga Greqia dhe pas 33 vjetësh ndahet nga mesi ynë si Anastasi i Shqipërisë. Duhet pranuar se është vështirë, shumë vështirë, të gjendet në kujtesën tonë historike dikush, i çfarëdo komësie tjetër që të ketë qenë, që të jetë identifikuar me aq krenari dhe me aq përkushtim, me fjalë dhe me vepra me emrin e Shqipërisë, sa kryepiskopi Anastas. E di që ka plot shqiptarë që nuk pajtohen me këtë që thash, por durim. Dhe ata let kundrojnë me reflektim të paqt dhe natyrisht të çliruar nga paragjykimet apo nga dyshimet fqinjësore vetëm disa nga veprat e tij, ku ashtu siç njihet pema e mirë nga frytet e saj, lexohet pa asnjë ekuivok edhe identifikimi i tij me Shqipërinë tonë. Sot dëgjohet në diptikët e shenjtë, në të gjitha gjuhët liturgjike të ikumenes ortodokse, emri i kryepiskopit të Shqipërisë, i renditur me njëherë pas selive patriarkale dhe dy kishave më të vjetra autokefale asaj të Shqipërës dhe asaj të Greqisë. Kur e dëgjon këtë përnderim liturgjik, është e pamundur të mos i jesh thellësisht mirënjohës njeriut që përcjellim sot. Aq më tepër, po të mos e harrosh se pas shkrirjes në flakën 23 vjeçare të ferrit ateist, Kisha ortodokse autokefale e Shqipërisë ishte vetëm hija e një kujtimi. Ekzistenca e kësaj kishe me frymën që për 33 vite i dha bariu i saj, Anastasi i Shqipërisë është mirëfilli sot një aset konstitutiv i vetë pavarësisë, integritetit
dhe sovranitetit Republikës Shqipërisë, një kish e lirë në një shtet të lirë. Sa prekse është në koherencën stoike të jetës tij baritore dhe gjithaq shpartalluese për të gjithë paragjykuesit dhe dyshuesit e tij, prania e këtij trupi pa jetë të rilindësit të kishës autoqefale të Shqipërisë. Pohimi i tij botrisht përpara vetëm pak kohësh në një intervistë të dhënë për Shtypin Grek, e cila tingëllon më shqip se sa shqipja e kujdo që e ka paragjykuar dhe dyshuar, vetëm se ai ishte grek, kryepeshkopin e ortodoksëve shqiptar, i cili tha, pasuesi im do të jetë shqiptar. Unë kam që në vitin 1963 që udhtoi nëpër botë. Kam mësuar ta respektoj tjetrin siç është, të mendoj për drejtat e tij. Imagjinoni të kishim në Greqi një situatë të ngjashme. A do ta pranonim drejtonte kishën e Greqisë një bullgar apo një serb? Sigurisht që jo. E konsideroj të mirëqen që pasuesi im të jetë shqiptar. Ne nuk shkuam në Shqipëri për të bërë një koloni. Ne shkuam për të bërë një kishë autoqefale të Shqipërisë. Ajo nuk është pjesë e kishës Greqisë. Ajo është një ndër 14 kishat ortodokse autoqefale të botës, e mbyll shprehjen e tij lapidare kryepeshkopi ynë. Ky është e trupi që thyshet për juve, për ndjeshen e me kateve.
ju a përsëris gëzohuni. Humbët në këtë jetë, kryepiskopin e 33 viteve, që përmes fjetjes në Zotin ndërroi jetë. Kjo ishte një shprehje që ai e konsideronte ndër më të bukurat e gjuhës shqipe. Por ama fituat Anastasin e Shqipërisë. Fituat një avokat atje lart pranë Zotit, që liturgjia e Shën Joan Gojartit e quan aq bukur një mik të njeriut. Fituat shembullin e një shërbestari të pajtimit në tokë që tashmë ju takon të gjithëve ta ndiqni dhe për hir të vërtetës na takon të gjithëve ta ndjekim në këtë dhe në atë anë të kufirit i cili nuk na ndan aq shumë sa në të vërtetë na bashkon. Paqja qoftë me shpirtin e Anastasit të Shqipërisë në amshim dhe përdëllimi i kësaj dite sjellët në zemrat e gjithë secilit prej jush ngushëllimin e Zotit të jetës. Amen. Është të vërtet që kemi humbur një kryebari të rrallë, por kemi fituar një ndërmjetës të fuqishëm pranë Perëndis, që do të lutet pareshtur për ne dhe për kishën tonë, të cilën e deshi aq shumë. Θα ενθυμούμεθα ό,τι ωραίον, ό,τι λαμπρόν, ό,τι Do të kujtojmë për herë çdo gjë të bukur, çdo gjë të ndritur, çdo gjë të pëlqyeshme nga Perëndia, çdo gjë që kryepiskopi i ndjerë ndërtoi për kishën. I japim lavdi Zotit, që i dhuroi kishës së sotme një kryeprift të kalibrit të madh shpirtëror si Anastas Janulatos. Ο Αναστάσιος ως προσωπικότης και ως προθιεράρχης ασφαλώς είναι αναντικατάστατος. Anastasi si personalitet dhe si kryepiskop është padyshim I pazëvendësueshëm. Και η στέρησής του συνιστά σεισμόν εις την τοπική εκκλησία. Είμεθα όμως βέβαιοι ότι η ευχή του μαζί με τας πρεσβείας πάντων των Αγίων του Ηλυρικού θα βοηθήσει εις την εκλογή του πλέον αξίου και καταλήλου δια των θρόνων διαδόχου του. Η μήτηρη Εκκλησία της Κωνσταντινούπολεως το Οικουμενικών Πατριαρχείων θα περιβάλλει και τον νέον Αρχιεπίσκοπον, όποιος και αν είναι αυτός, με πολλήν αγάπη και θα είναι πάντοτε παρά το πλευρόν του ετοίμη η μήτηρη Εκκλησία να συμπαρασταθεί εις παν ό,τι χρειαστεί η τοπική αυτοκέφαλος Εκκλησία. Megjithatë, jemi të bindur se uratat e tij, së bashku me ndërmjetësimet e të gjithë shenjtorëve të Ilirisë, do të ndihmojnë në zgjedhjen e një pasardhësi më të denjë dhe të përshtatshëm për fronin e tij. Kisha Mëm, Patriarkana e Konstantinopolës, do ta përqafojë me dashuri kryepiskopin e ri, kushdo qoftë ai, dhe do të qëndrojë gjithmonë pranë tij, e gatshme për ta mbështetur në çdo nevojë të kishës autoqefale të Shqipërisë.
Αδελφέ Αναστάσιε, από κέντρου ψυχής και καρδίας σε αποχαιρετούμεν. Ευχόμενοι την μετά των δικαίων και Αγίων κατάπαυσήν σου, αιωνία και εν ευλογίες η μνήμη σου. Vëlla Anastas, të përshëndesim nga thellësia e shpirtit dhe e zemrës, duke u lutur që të presh me të drejtët dhe shenjtorët, i përjetshëm dhe i bekuar qoftë kujtimi yt. Αξιοβακάριστε και αείμνηστε αδελφέ ημών, αιωνία σου η μνήμη, ή η μνήμη σου αιωνία και άλιστος.